jam kthyer përsëri dhe për të ndenjur dhe e kam marrë lejen për të ndenjur të paktën 10 ditë. 10 ditë. Madje Albeni më ka konfirmuar që sapo e kam takuar në orën, do të ketë qenë ora 18:10 minuta e ditës së premte dhe ma ka konfirmuar, a kam vajtur dhe kam prekur nga shpallë dhe kam thënë Beni si je, dhe kam mbetur në një moment si habitur si kur unë isha kriminal dhe do ta vrisnia, nuk e di asun se çfarë mendoja në atë moment. Shikoj tha ti tha se merr me fjalën, tha ke folur shumë. Këto fjalë më ka thënë aty, ka qenë edhe një zonjë që ta ardhur nga Suedia, një zonjë, i tha unë kam marrë nga Suedia, nga Franca, nuk e di se nga i tha, nga Austria, gjë këtë se nuk e mbaj mend, po diku nga emigrimi kishte ardhur. Dhe me të them të drejtën, kam ndjer brenda me thash nuk ka mundësi që të fliten këto fjalë tek një njeriu që të ka qenë që në orët e para, ka qenë mbështetës këtu me ju, ka bërë atë që askush nuk mund ta bënte, as nga Kuksi mund mos vinte dot Albeni, e unë ardha që nga Gjermania për këtë arsye, kështu që e ndjeva veten i zhgënjyer në një farmasë. Por ka edhe një aspekt tjetër të medaljes që tani, nëse do ishte kjo që ju thoni që protestën e kanë kapur këta vetë provuan në shesh, Adriatik Lapa ndenja 3-4 muaj atje dhe pam sa vetë vajtën. Pra, këta nuk është se do të binden urdhrave të këtyre. Apo gabohem të kjo? Jo, unë do të them diçka tjetër këtu. Jo, shumë e drejtë kjo që thua. Pyetja është shumë e drejtë, por unë do të them diçka tjetër. Adriatik Lapa, Agron Sheaj, Arlin Çori, e gjithë këta po flasin ta të rinj se këta vjen se tani në këtë përballje që po bëj unë, këta do mendojnë se unë jam i Edi Ramës apo i Sali Berishës. S'kam lidhje as me njërin as me tjetrin dhe në rrjetet sociale betejë që kam bërë unë për këta nuk e kam bërë shqiptar. Por megjithatë, që të jemi këtu konkret për këtë që po flasim. Unë besoj që Adriatik Lapa e filloi diku që nga dhjetorja nëntori protestën e tija para kryeministrisë, Arlin Çori protestat të panumërta me nga 20-25 veta, gjithashtu dhe Adriatiku, po dhe ashtu Agroni nuk mblidhin dot as aktivistët e tyre. Dhe në këtë protest ku ardhëm ne nga emigrimi dhe ngritëm një popull të tërë dhe kjo ishte motivuesem shumë, se unë po them që jam unë ai që vajta shpim shtëpi derë më derë dhe u tha shqiptarëve hajtin se kam ardhur unë. Po është motivimi që bën një njeri në atë protest, i jep të kuptoj që shiko, mund të bëjmë dhe gjëra shumë nëse bashkohemi. Po pjesa e këtyre skenarëve që janë hedhur më pas media, jo agjende, më the thash në shesh. Shiko, unë kam qenë aty dhe unë nuk e pranoj një gjë të tillë. Ka nga këto fjalët që thonë jo ka grek, jo iranian, jo ku diun. Unë për këtë ta siguroj me 1000%, jo 1%, që nuk ka asnjë agjenturë tjetër aty. Thjesht, po të kishte agentura të natyrës si ta shprehen, siguroj që do kishim ndjekur tërë Tiranën. Aty nuk është prekur asnjë gur nga bordura. Besoj shumë paqësore. Po ka qenë shumë paqësore dhe për këtë e siguroj unë këdo dhe gjithë opinionin shqiptar që nuk ka asnjë gjë të tillë. Tani, nëse ka diçka mbrapa që ne nuk e dim, atë unë nuk i fut dot duart në zjarr. Por unë me aq sa kam parë dhe aq sa njoh situatën brenda, nuk ka agjentura të huaja absolutisht. Kjo janë hipoteza që hidhen ose propagandë që hidhet nga pushteti apo dhe nga opozita e cila nuk ka më larg se pushteti që ekziston sot në Shqipëri. Janë motre vëlla me fakt fjalë. Ju patët pa kënaqësi pas atij marshimi në Rinas Tërnatën? Marshimi im, më fal, pa kënaqësia ime se është marshimi im, se marshimi unë s'kam qenë fare, kam qenë në Gjermani atë ditë. Por pakënaqësia ime është sepse eksponent, nuk dua t'i përmend emrat, të cilët diku kanë patur ose kanë qenë të aktivizuar më përpara ose kanë simpatizuar diku, unë besoj që këta kishin një farë paramendimi për ta bërë këtë gjë, më shumë për t'i ulur vlerat se proteste. Ky është mendimi im. Dhe u tërhoqën një pjesë e protestuesve dhe u çuan në Rinas. Dhe unë do të them diçka. Për çfarë do të çohen në Rinas protestuesët? Kush do të qoftë ai? Mbështetësi i Sali Berishës, i Edi Ramës, i çdo kujt qoftë. Për çfarë do të merren të çohen në aeroport protestuesit? Për çfarë? Ajo është porta e vetme që zbres unë dhe çdo shqiptar që do vi do përkrah atë protest. Plus turizmi që të themi dhe të vërtetat tjera. Ai turizmi nuk është ndalur sot. As nga dita e parë dhe as nga dita e fundit, as nga dita e 19 apo e 20 që mund të jetë sot në atë protest. Kështu që ajo portë është porta që sjell dhe emigrantët dhe turistët dhe tregon dhe hyrjen në atë dheun tonë.
Kështu që unë do ta demaskoj dhe kam demaskuar deri në një dhe kam dyshuar tek një individ që e ka bërë atë dhe e kam përmendur në një video në rrjetet e mia sociale. Dhe ai ka qenë Genti Progri. Pa dyshim. Tiku, lejo të drejtojmë kështu, duke qenë se po, me kënaqësi, me kënaqësi. Po bëjmë bisedën e lirë. Si mendoni që do ecë protesta tani në vazhdim? Duke qenë se ju dini fillimin, vazhdimin, po si do përfundoj? Unë shpresoj dhe besoj shumë që qeveria ose kryeministri, unë e kam thënë kryeministri i atyre kriminalëve dhe hajdutëve e kanë votuar ditë në fjalën e time të parë, por dhe të them diçka. Ai është tërhequr, ka patur në për ta nga informacionet që ka mund të them do t'jap dhe një fakt, një arsye pse unë jam larguar dhe më shumë nga Shqipëria herën e fundit, por do ta them në fund atë. Duhet kryeministri faktikisht ka dashur ta japi dorëheqjen shumë më përpara se këto ditë që po flasim ne. Por një telefonat i kanë dëshuar ka dashur vetë ta japi dorëheqjen. Ky është informacion që e ka marrë ma ka thënë dikush tani. Është e vërtetë, është e gënjeshtë, unë nuk e di. Ka dashur të japi dhe dorëheqjen. Por një telefonat i kanë dëshuar gjithë rrjedhën dhe ka filluar të bëj lolon, herë të shfaqet si prostitut, e herë të shfaqet në fragmente të një striptizi e ku shumë e radhë. Por unë besoj që nuk do zgjati shumë dhe ai dorëheqjen do ta japi se s'ka ku shkon më. Madje unë do t'i ftoja gjithë shqiptarët dhe gjithë protestuesit dhe ata që më kanë zhgënjur unë, prapë janë shqiptarët e mi dhe unë nuk i hedh poshtë. Sado që ata bërën të tyren, unë do bëj timen. Shiko, çdo kush ecën me këmbët e veta dhe trajton trupin, mendjen dhe gjithçka me kokën e vet. Unë nuk mund bie dot në atë nivel, sepse ata u treguan të ulët do ta quaja, që të anatemosh dikë që është pjesë e juaj, është krahu juaj tek e fundit fare. Nuk ta bëja kurrë. Sado mlefe të kisha që unë si kam lënë vend kujt. Por kjo është një pjesë tjetër. Atë që dua të them për rrjedhën e protestës, dua të them edhe diçka tjetër. Edi Rama me poezira e me këngë valle nuk ikën ta siguroj me 1000%. Edi Rama ikën paqësore ka më shumë forcë në fakt. Sigurisht, por duhet këti t'i shtrëngohet litari dhe këti do vë shkelmi në gryk, se ndryshe ky nuk bën mbrapsht. Këta thirr aty Rama në burg, Berisha në burg, Berisha tallet në krahun tjetër, ky tallet nëpër Shqipëri, duke shkuar në Elbasan, duke shkuar në Vlorë, duke shkuar në Zvicër, duke shkuar në Gjermani e kështu me radhë. Kjo është të lozësh me popullin tënd që e ke vjedhur për 12-13 vjet që ke qenë kryeministër dhe 12 vjet që ka qenë kryetar bashkie e kështu me radhë. Është njeriu që ka patur pushtet më shumë, do ta kishte bërë Shqipërinë, jo Zvicrën aty ku vajti pinte atë kafe në këmbë, po 2 herë si Zvicra do e kishte bërë. Po ky është njeriu, do ta them kështu me plot gojë, njeriu që i ka bërë një mjenjë të zeza këtij vendi. Tani, është e vërtet që po vinë shqiptar nga Gjermania për në fundjavë në Tiranë? Po, janë aktivizuar dhe unë kam patur kontakte me disa eksponent, pavarësisht se unë nga që jam kthyer dhe nuk mund të los me shefin tim të them unë iki sot vi nesër. Dhe tani deri në fund kurrikullit nuk lëviz dot sepse kështu është puna këtu ku jam unë. Kështu që unë kur e mora lejen, njerëzit e tjerë treguan bryllin, kështu që unë nuk mund të as mund t'i lutem dikujt dhe jam një njeri që në jetën time kam arritur pa u zvarritur, pa u viktimizuar dhe pa u të kurrur. Kështu që nuk mund të bie dot në atë nivel që të them që aman më jep mikrofonin. Tek e fundit fare, unë e kam bërë punën time dhe të mos flas fare. Po si po organizohen andaj se ka pas të disa lajme që kanë qarkulluar në media, po vinë me autokolon. Po, nga Anglia këta do takojnë në një qytet në kufi me midis Gjermanisë, Italisë dhe Austrisë. Më fal, Austrisë dhe Italisë. Dhe nga aty do nisen për në Shqipëri. Nesër bëhet fjalë, pra të shtunën. Nesër bëhet fjalë. Besoj çunat janë rrugës, se përdesa atje nesër i thonë të kenë të faktën edhe një 10-12 orë rrugë që nga Vjena, që nga në kufi me Austrinë. Por ju thoni që ndoshta në të ardhmen mund të bashkoheni edhe ju, po sigurt zgjasin për Sigurisht që po. Unë kam qenë i pari i kësaj proteste, unë e thash dhe do ta them që këta bërën atë tyre të treguan fytyrën e vet. Unë nuk mund bjen nivelin e tyre. Qofshin të gjitha ata aty. Madje unë e kam thënë dhe publikisht nga Lëvizja Bashk, kjo ka qenë arsyeja sepse Lëvizja Bashk nuk çe pranë meje kur unë donja dhe ndihmën e Lëvizjes Bashk në atë moment.
nuk i qenë pa me dhe unë kam bërë dorëheqje dhe mbas edhe jam të kaluar. Me kryetarin, me Qorin? Jo, s'kam biseduar dhe nuk mund të bisedoj, kam kontaktuar, kam shkëmbyer një bisedë nëpërmjet rrjeteve sociale në WhatsApp dhe në Messenger dhe aty kam thënë fjalët e mia, të cilat mund ta përmend këtu. Unë i thosha ujku, Alindi më thoshte është lopa. Kështu që nuk mund merrem unë me tilla gjëra. Tjera i thoja unë, tjera më përgjigj ai. Kështu që më kupton çfarë do të them. Është nëse e qartë, kur tjetri nuk të kupton ose s'do të kuptoj atë që i thua ti, s'ke pse ta zgjatësh me as ti se ta thash dhe pak më parë që unë nuk viktimizojm as nuk i lpjem kujt.